A e dini se çfarë është kjo? Kështu dukej kurora me gjëmba që kishte Jezusi në kokë, e ndërtuan si helmet me gjëmba dhe janë ngul me forcë në kokë. Pikrisht aty Ponc Pilati than latinisht, ece, homo, që do thotë ja, njeriu. Tani imagjino turmën që fillojnë të bërtasin kur shohin Jezusin me kurorën në kokë. Kryqëzojeni. Sot kur e shohim skenën, në fakt mendojmë për ata që vërtiten dhe përpiqemi ta distancojmë veten. Por në fakt ti dhe unë mund të ishim pjesë asaj turme gjithashtu. Dhe këtu më vjen në mend Romakët 5:8 që thotë, por Perëndia e tregon dashurinë e vet ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Atë ditë, ndërsa Jezusi ishte në kryq dhe po jepte jetën para syve të tyre, ushtarët po luanin bigjoz për rrobat e tij, duke humbur plotësisht ngjarjen që do ndryshonte botën. Por kjo nuk ka pse të ndodhë me ty. Mos lejo që zemra jote të mpijet dhe të bëhet e ftohtë ndaj asaj që ndodhi vërtet në atë kryq. Po ti, a e di që gjitha kjo ndodhi për ty? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.